Po, unë e pranoj, unë e pranoj që mund të jetë logjika që në mëngjes që ka fluks ne i heqim këto, i vëm dhe i heqim, se kemi problem. Po s'ka asnjë gjë tani në darkë se këtu nuk pengohet asnjëri për të kaluar. Realisht pengohet. Kjo është publike dhe është përdorim nga të gjithë. Dhe nuk mund të thuhet kjo natën do kufizohet, në ditën do qëndrojë. Është për përdorim nga të gjithë. Është edhe për mua, edhe unë jam të gjithë. Pra unë kam të drejtë të rri këtu. Nuk kemi publika e përgjithshme. Pra ne jemi individ e tjerë. Shikon, unë të siguroj që nuk ke të drejtë. Unë i heq, nuk është problem rri në të ftohtë, po nuk ke të drejtë. Ligjërisht s'ke, pra dale, po më them nenin për katës, më thuaj nenin, thot neni kaq, e ndalon këtë gjë dhe unë do t'jap të drejtë. Unë po të them ligjërisht s'ke drejtë, ti do i heqin. Po ligjërisht nuk e të drejtë. Po them ligjërisht. Po nuk e më thuaj nenin. Më thoni ju neni që lejon vendosjen e Po, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë më jep mua drejtën absolute që të shpreh mendimin tim lirshëm pa u kufizuar dhe pa cënuar dikë tjetër. Absolutisht nuk po të ngacmon, nuk po të absolutisht asnjëri që ti të shpresh lirshëm. Po s'du të bëj konflikt, realisht s'du të bëj konflikt. Ta them me shpirt. Po them dhe unë që kjo është publike dhe po është ku mund ta vëm? Nuk di ku mund ta vësh këtë, mund ta vësh në hapësira private, por nuk e di ku mund ta vësh. Po jo. Tani për sa kohë jeni mali. Ne kemi njoftuar se nuk do të Njoftim. Për protestë. Dhe kjo është pjesë e protestës. Po, që na takon me të lutem edhe një herë pjesë e protestës që ju të ngrini këtu. Ngrini të çadra. Qofse keni tek këtu. Po këtu çadër, po këtu PD-ja ka ngrit çadër, ka bllokuar gjithë bulevardin. Dakor? Po PD-ja këtu ka bllokuar gjithë bulevardin. Si të lutem, pse ata janë një sekond, do ta heqim, po dua edhe të më bindesh se unë jam qytetar i barabartë i kësaj republike. Unë paguaj taksa që merr rrokti. Kjo është pak po e sigurt. Tani edhe unë këtu jam në Shqipëri. Edhe unë po të flas në shumë kulturë. Tani unë po them. Po thoni që meqenëse Partia Demokratike dikur ka qenë parti e madhe, mund të bllokonte edhe bulevardin me çadër. Ndërkohë ne nuk mund të bllokojmë 3 metra katror për të fjetë vajzat në darkë. Kjo nuk është e drejtë. Të lutem. E heqim vetëm, s'ke mos e bëj. E kemë ora. Po pra, po mos u lut fare se heqim ne, po. Po një sekond. Se s'ka se bën si me qetësi ç'ke. Na lini kontë sqarohemi, ju lutem. Te un po flas me shumë. Në negociat ka një të parë, jo dy të parë, po tjetër shumë me 3 të parë. Dale, i kanë. S'ka më me qetësi çap, mos ma thuaj me kompetenca ashtu se po ma the ashtu pastaj nuk shkon. Se në fund ditës ti duke bërë detyrën, bëj detyrën siç takon me ligj. Më jep çik ligjin që më thua mua ta heq këtë tani. vendim. Më jep një vendim, më jep ligjin. Po ti do ta bësh me arbitraritet, ti mund ta bësh o ti dhe mund të më arrestosh mua. Jo, mo çadër nuk e marrin, e heqin vetë çadrën ne. Okej. E heqin vetë mos ka lidhje. Çfarë do marrë? Çfarë problemi vetes sot jemi se jemi gjithë jurista, çfarë problemi vetes? Le. Një lajm kamera agjensija me qytet policor po shikoj. Nuk ke punë. Po më heq vetë ai. Do ta heqim. Po do ta heqim ne. Tani mund të kalosh këtej se na cënon drejtat tona kushtetuese, të lutem. Mirë, kalo pak këtej se më cënon drejtën të protestoj. E hequn. Kalo. Po të thot njëri gjë. Okej. Jo më lere, hiq edhe atë, mos e merr, pse e merr atë ti? Pse e merr atë, mo i ke merri atë. O merri atë, merri atë, merri. Dale ova, se s'është e jotja kjo, është e imja. Hapu, mirë, hapu pak. Një sekondë se duke shke ligjin. O t'jallë. O dale ova, lere ore kjo, s'është jotja. Po qërë. Po lëre more. Ua, ç'është kjo mo? Po le mo ç'ke me çadrën ti, po unë po e ç'a ke ti me çadrën? Cila është baza ligjore që dëshironi të merrni? Po lëre mo çadrën tash. Lëre çadrën. O çatur ka bon, on ka bën ndonjë vetë do ta vë. Jo. Publika jeni këtu për të dhuruar publikun. Tani do futemi te ne aty pakat pakitë jo. Jo, jo, Po më më le çadrën. Jo, le çadrën. Mos e priti dorën me dorë. Jo.
Mos vim probleme. Policia kundra babujt! Policia nuk në bron! Policia në bron! Po ju po gravoni, nuk ke drejt apo. O vlla, mos e prit me toshë, s'pret të bëjmë tu. E merre çfarë? Hajde, merre, e morë çfarë? Dakor, jam. S'ka gjë. Me gramo, Po jo, le tani. Hajde. S'ka gjë. Le. Varci, turpi zotit. Dila ndaj le se di unë. O sa tu? Dila ndaj. Është drejtë qytetarit që është turp. Dili andej, le. Sa po? Futuati, le, futuati. Qetso. Me kujdes, me qetë. Nuk po dëmtohet të merë edhe. Ore, ka njerëz këtu apo jo? Qa bojnë këtam? Oj, njeri. Ka njerëz këtu. Jeta mori këshqip. Jeta mori këshqip. Një sekondë për se vetë, ajo çun. Ore, çfarë po bën ti? Lere, hapu, lere. Thaje mërë, thaje kom gjak, unes. E thejti se mërë. Zalë se ke kap turë, strap. Dalë se çadër. Sësot i ke. Varëm ke kap, ku sa bëhapse. Po ki kaput e kisha ato, janë të reciti. Avash. Filash! Ta kërkoni një bazë ligjore. Je, kot tope. Mori ore. Dane më vësë të puti burë. Vete dhe për gjemare. O vla. Bëj pas, i gandej. Dilse. Ju merë vajza triq i këtej, se s'më shkon mua në video. Triq vajza. Dil me mua. O sa qa tu. Ma në donë, se për Bre, nuk i bëjnë dile. Dilte. Jo më çat ik sholla, ça po djegin nga Kina në Shqipëri rinë për 4 metra. Më burë qëru e ty ti vjen tash. Filmojmë se anë ta filmojmë për te. Kaloj. Bravo! Ju vjen fare! Kemi ardhur të armatosur, ëh? Të vrisin njerëz. Po e din edhe këta që nuk e po janë të detyruar, vllai, detyroj. Ore, ju duhet të heq kapelit dhe të bashkoheni këtu, more. Ju të bashkoheni me ne, more. Ju të heq edhe për ju, është edhe për ju. Pasarot që të taj të merë, është turpë. Ore, ka njerëz këtu para se ti. O vllai, ju që jeni më armë, largoni nga protesta. Ju që jeni më armë, largoni nga protesta. Olla, po këta i ka fut në mik policio, se nuk e kanë marrë me efikota. Nuk ekziston me ignorancia në këtë vend, ekziston vetëm shumë. Janë drejtë sisteme hello. Hello. Ju vitur, bro, këtu do lëvizim ka pyshet. Nuk do lëvizim. Red komunist. Burr komunist. Komunist i kesh. Një mikrofon, i kapa ta marrë. Pritu. Se ka tipu mikrofon. Vendra se këtyre që shqetësojnë, ju a vjetën jetën e flive tuaj. Se krimi rrugës që shqetësojnë ju. Ju a vrasin fjen ditën e ja u qaj natën që shqetësojnë ju.
Jo, rësë të rrimë. Të ke ata? Të më live mua. Live jam. Prit, da e ta montojmë se. Hajde më. Qep unë lartë, mos se shqipi makinat, lartë. Përshëndetje, sa po sot na u bashkuan vajza në këtë protest dhe sigurisht ne menduam që të vendosim çadra për vajzat. Erdhën forcat e policisë dhe në një mënyrë krejt barbare, shumë barbare, bën një sjellje e cila i shkon vetëm vendeve që janë në diktaturë. Ju e dini mirë se sa fort i ka mbrojtë dhe sa shumë i dua unë punojës e policisë për shkak dhe të historikut familjar, por kjo nuk ka lidhje me policinë e shtetit. Brenda policisë së shtetit ka segmente banditësh të cilët janë thjesht militant politik dhe të cilët nuk kanë njerëzillëkun për të shpjeguar ligjin. Dau ka që nuk kanë konceptin e ligjit. Do duan të na ndërpresin ne drejtën tonë për të protestuar. Pse? Sepse po shohin që ne po rezistojmë, se e menduan që do ta linin për pak kohë, ta dinë që do jemi këtu me javë. Edi Rama, ti do japësh dorëheqjen, se je kap në flagrancë për vjedhjen e parave të shqiptarve. Dhe nuk i prek dot njerëzit. Sigurisht që unë si drejtues i tyre, së pari kujdesem për shëndetin e tyre në këtë fazë, po dije që ti nuk na trëm dot. Dhe dije që përgjegjësinë e ke ti të drejtë për drejtë. Nuk ka shans të pengosh njerëz të lirë të mendojnë lirshëm. Nuk ta ka njeri borç, po me qënë se ti mendon se duke mos lejuar çadrat, se edhe skuth politik, se këtë bulevardin këtu, dikur e kanë blokuar të gjithin me çadër, po duke qënë se ti jenë pazar, se e skuth politik, nuk i hiqje. Të penguan ato çadrat e vogle aty, dhe unë të them që ne nuk do ikim dhe pa çadra. Dhe dash zoti, do bëjnë qindra njerëz këtu, ndoshta mira, dhe ne do t'i vëmë çadrat jo një, po qindra këtu. Dash zoti që njerëzit të reagojmë, dhe do t'i vëmë qindra. Sepse ju merrni vesh vetëm me numra. Dhe që ti jesh i qetë fare ti, nuk ja del dot me forcë Edi Rama. Se e në faj, ke 10 lekë të shqiptarve. Duam drejtësi!